Përshëndetje të nderuar ndjekës të mi. Ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lirin për të nisur komentimin e ngjarjeve më të fundit që ndodhin brenda në Big Brother. Dua të nis ditën e sotme për të komentuar marrëdhënien e Brikenës edhe marrëdhënien e Mateos. Në fakt, produksioni edhe Ledioni mbrëm u munduan të marrin ndonjë përgjigje të vogël nga Brikena, por Brikena nuk është se ishte dakord që të jepte detajet e ndarjes së Mateos edhe Brikenës. Në fakt është për të ardhur keq, një femër e moshës së Brikenës ka frikën që të tregon realitetin e jetës së saj, ka frikën që të pranon se unë kam patur një lidhje. Unë mendoj që marrëdhënia e tyre nuk ka qenë marrëdhënie shoqërore, ka qenë me pretekstin që të ndërtojnë një lidhje dashurie, ka qenë me pretekstin që të ndërtojnë një emocion dashurie. Dhe në këtë mes, unë nuk shoh që Mateo e ka parë Brikenën për interesin e një mikes edhe një shoqes, që do të thënë kjo e tëra që po bëhet si gjë e madhe, bie krejtësisht në ujë. Arsyet e mos mundësisë për të qenë bashk Brikena dhe Mateo janë arsye, sipas informacioneve që unë kam arritur që të marr se çfarë ka ndodhur në këtë lidhje dhe cila ka qenë kyçja e prishjes së raportit dhe dashurisë së tyre, ka qenë fakti që prindërit e Brikenës nuk kanë qenë dakord që të jetë në lidhje me Mateon, shkaku i bindjeve fetare. Është ky tabuja që fatkeqësisht te ne ka prishur shumë raporte dashurie. Do të thënë nuk është se ka qenë puna e mos interesimit të Mateos apo nuk ka qenë puna e mos dëshirës së Brikenës. Ka qenë fakti i mos bindjes që familjarët kanë patur që Brikena të kishte një burr të fesë tjetër. Do të thënë këto kanë qenë pak e shumë informacione që unë kam arritur të siguroj për këtë marrëdhënie. Do të thënë thjesht nuk kanë dashur me shumë respekt që të ngatrojnë gjërat. Po tani Brikenën mbrëm e shikoja shumë në tension. E shoh që është shumë e provokuar dhe produksioni po ja vështirëson qëndrimin brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Ndoshta edhe nuk është i vërtet ky informacioni që kam marrë unë, por do të thënë dyshimet më të mëdha janë ato nga njerëz të afërt të Brikena Selmanit. Gjithsesi Brikena është një vajzë e mirë, një vajzë pozitive, ka këtë përgjigjen e saj në formë si ajo e jep dhe di gjithmonë, domethënë, të bëj publikun për vete.